Kandidati për deputet në qarkun Berat, Eno Bozdo, është vënë në qendër të një skandali që po trondit themelet e garës elektorale. Burime konfidenciale bëjnë me dije se ndaj tij është duke u zhvilluar një hetim i heshtur nga prokuroria e posaçme SPAK, pas dyshimeve serioze për pasuri të fshehura dhe përfshirjen në afera korruptive gjatë kohës kur ka ushtruar funksionin e zëvendës ministrit të energjisë. Në deklaratën zyrtare të pasurisë, Bozdo rezulton pa asnjë pasuri në emrin e tij, por investigimi në regjistrat kadastral ka nxjerrë në dritë një tjetër realitet. 26 prona, të gjitha të regjistruara në emrin e babait të tij, Shpëtim Vasil Bozdo. Dyshimet janë se këto prona nuk janë në fakt të babait, por të Eno Bozdos, të cilat janë regjistruar në emër të një familjari për të shmangur përgjegjësinë ligjore dhe fiskale. Kjo mënyrë e njohur për fshehjen e pasurisë bie ndesh me ligjin për deklarimin e pasurive nga zyrtarët publik dhe mund të përbëjë vepra penale të tilla si fshehja pasurisë, pastrim parash dhe korrupsion pasiv. Lista e plotë e pasurive të dyshuara si të fshehura të Eno Bozdos në emër të Shpëtim Vasil Bozdo. Për ekspertët e fushës së antikorrupsionit, modeli i pasurive të regjistruara në emra familjarësh është një teknikë klasike për të shmangur hetimet dhe deklarimin e ligjshëm. Në këtë rast, për masat e pasurisë, shpërndarja e saj në volume dhe faqe të ndryshme, si dhe mungesa e përputhshmërisë me deklaratën e vetë zyrtarit, krijojnë një panoramë që ngret dyshime serioze për shkelje të rënd ligjore. SPAK ende nuk ka komentuar zyrtarisht, por burime nga organet e drejtësisë konfirmojnë se materiali është duke u analizuar në detaje. Nëse hetimet konfirmojnë se këto prona janë të lidhura me të ardhurat e përfituara në mënyrë të paligjshme gjatë kohës kur Bozdo ka ushtruar funksione publike, atëherë mund të çelet rruga për ndjekje penale dhe sekuestrim pasurie. Zhvillimet e mëtejshme pritet të kenë ndikim të drejtë në garën zgjedhore në qarkun Berat, si dhe besueshmërinë e tij publike ndaj kandidatëve dhe vetë procesit zgjedhor.